si çfarë kënaqësie jena duke përjetu, ata ndoshta do të mundoheshin me na rrëmby atë edhe me shpatë, me dhunë. Po gjina me një kohë që ka shumë paradokse. Kena shumë të ri që materialisht qëndrujnë mirë, domethënë janë të përmbusht, ka una materiale, po ju ka ajo shpirtërore. Çka bën, domethënë, çka ndikon te kjo pjesë? Njeriu nuk është veç materie. Tonë e dim edhe pajtohemi, po menoj kur them tonë, të gjithë njerëzit pajtohemi, jo vetëm fetarët edhe besimtarët. Po të gjithë e dim se njeriu nuk është veç trup. Ka edhe shpirt, ka edhe emocion, ka edhe pasion, ka edhe, domethënë, është qenie shumë komplekse. Zoti e ka krijuar kështu, edhe gjithë ky kompleksitet origjinal i njeriut, nëse kuptohet drejt edhe menaxhohet mirë, njeriu bëhet krijesë mrekullueshme, bëhet krijesë e cila në mirësi mund t'i kaloj edhe engjëjt në situata të caktuara. Por mos me u menaxhu mirë, pastaj në ligësi i të kalon edhe djajt, ose në agresivitet i të kalon edhe kafshat, edhe bishat e egra. Historia është plot me shembuj të këtillë, domethënë s'kemi nevojë me marr shembull të caktuar se secilit i kujtohet ndonjë shembull. Mundesh me qenë i përmbushur materialisht, jeton me një komoditet, gjendje ekonomike e mirë, gjendje sociale e mirë, ki autoritet në shoqëri e kështu me radhë. Megjithatë, nëse edhe shpirti nuk është i përmbushur, nuk besoj që ai njeri mundet nuk mundet me pretendu se është duke e shiju lumturinë. Lumturia nuk vjen vetëm te përmbushja materiale, as te ajo ekonomike, as te fama, as te pozita, as te pushteti. Përmbushja ndoshta hisën më të madhe e ka te shpirti. Lumturia hisën më të madhe e ka te shpirti. Ato pjesë tjera, historia jonë islame e ka dëshmuar një gjë interesante. Ka pas njerëz që kanë jetu në udhëzimin e Zotit, e kanë përjetu ato udhëzim edhe në një farë mënyre janë kënaqur me te, edhe pse gjendjen ekonomike dhe sociale mundën mos me e pas shumë të lakmueshme. Megjithatë, deklaratat e tyre janë interesante. Njëri prej tyre ka thonë sikur ta ngishin ditë mbretërit edhe bitë e tyne, se çfarë kënaqësie jena duke përjetu, ata ndoshta do të mundoheshin me na rrëmby atë edhe me shpatë, me dhunë. Që do të thotë se mbreti e ka pushtetin, e ka pasuninë, e ka ushtrinë, e ka atë, mirë po çat kënaqësi që mundet me e përjetu një njeri i thjesht, do të thonë ati mundet me i mungu. Kësaj përmbushja dhe lumturia fillon prej përmbushjes shpirtërore. E pastaj ato tjerat e bojnë atë përmbushje akoma më të lehtë. Që do të thotë, feja nuk insiston që nëse je besimtar duhesh me jetu jetë skajshmërisht modeste, ose me jetu në varfëri, ti s'bën me koni pasun e kështu me radhë. Përkundrazi, feja thotë do të me punu, me u angazhu, me përparu, me mri sa ma shumë që të është e mundun. Madje ajo shprehja puno për këtë jetë sikur me jetu gjithmonë, puno për jetën tjetër sikur me vdek nesër, e ka një dozë shumë të madhe të saktësisë. Qështu edhe Islami thot, këshyri njerëzit e dëshmum fetarisht, këshyri shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesët dërmuese e atyne ma me autoritet që kanë qenë të pasur, kanë qenë tregtar, kështu me radhë. Abu Bekri ka qenë tregtar, Abdurrahman ibn Aufi ka qenë tregtar, Uthmani ka qenë tregtar, edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmu. Përkrahja e Abu Bekrit është e veçantë për mu, përtej përkrahjes edhe morale, edhe fizike, edhe përkrahja financiare. Që do të thotë se nuk mundemi na me arrit komplet kënaqësinë e Zotit pa i përmbush të gjitha komponentat, e nëse nuk i përmbushim atëherë pa e pas dëshirën që sikur të kishim pas parë edhe na kishim vepru si filane që janë humanista, shembull, ose të kishim pas mundësi edhe na kishim shkuar në haxh, të kishim pas mundësi edhe na kishim dhënë zeqat. Çështu përmbushet njeriu pjesërisht, mirë po në konkretizim, ai i cili e ka përveç besimet edhe udhëzimet, e ka edhe pasuninë, unë menoj se ai mundet më shumë me fitu edhe sevape.